Ndotja e ajrit, valet e të nxehtit dhe thatësira janë tre rreziqet më të përhapura të cilat e kanosin shëndetin e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut. Sipas raportit të ri global të UNICEF-it të publikuar sot, fëmijët në Maqedoninë e Veriut janë gjithnjë e më të ekspozuar ndaj rreziqeve klimatike, të cilat kur shoqërohen me valë të nxehta, thatësira dhe ndotje të ajrit e prekin shumicën prej tyre. Raporti mbi rrezikun klimatik ndaj fëmijëve për vitin 2026 konstaton se kërcënimet klimatike tashmë janë të përhapura dhe ndikojnë ndaj shëndetit, zhvillimit dhe mirëqenies së fëmijëve në Maqedoninë e Veriut. Raporti tregon se 3/4 e fëmijëve përjetojnë në thatësirë, prej 73%. Gati 9 në 10 fëmijë janë të ekspozuar ndaj valëve të nxehtit me 87% dhe pothuajse të gjithë fëmijët, 99.9%, janë të ekspozuar ndaj ndotjes së dëmshme të ajrit. Fëmijët në Maqedoninë e Veriut rriten në një klimë në ndryshim e sipër, ku për fat të keq nxehtësia ekstreme, thatësira dhe ajri i ndotur janë pjesë e jetës së përditshme. Ndon se vendi ka vënë në zbatim disa maza të rëndësishme për mbrojtjen e fëmijëve. Presionet klimatike shënojnë rritje dhe kërkojnë veprime urgjente për zvogëlimin e ndikimit të dëmshëm ndaj shëndetit, arsimit dhe mirëqenies së fëmijëve. Raporti në fjalë thekson se në të njëjtën kohë shumica e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut janë të ekspozuar ndaj më shumë se një rreziku klimatik, duke rritur kështu rrezikun e ndikimeve të përkeqësuara ndaj shëndetit, mësimit dhe zhvillimit të tyre të përgjithshëm. UNICEF bën thirrje për veprime urgjente klimatike të përqendruara tek fëmijët, duke pranuar se fëmijët preken në mënyrë disproporcionale nga rreziqet klimatike. Andaj duhet dhënë atyre përparësi gjatë hartimit të politikave klimatike. Sipas tyre, nevojiten veprime të vazhdueshme për t'i ulur më tej emetimet dhe për të trajtuar ndotjen e ajrit, për të forcuar qëndrueshmërinë e sistemeve shëndetësore, arsimit dhe mbrojtjes sociale, për të bërë ballë goditjeve klimatike, si dhe për të siguruar që fëmijët dhe adoleshentët të jenë të pajisur dhe të fuqizuar për të marrë pjesë në zgjedhjet klimatike dhe proceset e vendimarrjes, të cilat ndikojnë në të ardhmen e tyre.